Në gusht të vitit 2024, Sherife Alijaj u qëllua me armëzjarri nga bashkëshorti saj 73 vjeçari Idriz Alijaj. Sot në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca dëgjimore ndaj të akuzuarit, i cili nuk kishte i pranishëm në sallë për shkak të gjendjes së tij të rënduar shëndetësore. Avokati i tij, Haxhi Millaku, kërkoi nga gjykata që t'i zëvendësohet masa e paraburgimit, e cila ka zgjatur mbi 10 muaj me arrest shtëpiak, duke theksuar nevojën për trajtim mjekësor të akuzuarit për shkak të moshës së shtyër. Ai përmendi gjithashtu se mbrojtja ka qenë e gatshme të shqyrtojë mundësinë e një marrëveshje për pranimin e fajsisë. Njëtimin tuaj edhe prokurorit, mbrojtja sot e ka pasur një termin në spitalin e Pejës, ka njoftuar drejtoria burgut e instrukt se e kanë dërguar në trajtim urgjent për Pejë. Gjithashtu është vërtet ajo që ju konstatuat në periudhën kryetare se ne kemi pas me prokurorin të nderuar një takim preliminar për mundësinë të negocimit të sërishëm për më tepër së bashku me propozimin për negocim i ofruar si gjykatës ashtu edhe prokurorisë një raport detajzuar lidhur me trajtimet mjekësore në mënyrë kronologjike nga spektri i të gjithë mjekëve dhe kontrollave mjekësore që ka pasur mbrojturi. I lejoni të shfrytëzoj të drejtën në një propozim për ndryshim të masës apo fiqen e masës së paraburgimit, e cila masë është nga data 6/8/2024. Që kam 10 muaj që mbrojtërin, edhe pse unë e kuptoj me dinamikën që kjo gjykatë është duke zhvilluar këtë proces, me se edhe ne kemi ofruar organit të ndjetës për mundësive që për marrëveshje për pranim fajsisë, dhe ty nga veprat në të akuzin ka janë pranuar fitur të gjykues, në dy sërinë ta shqyrtoni drejt personit zëvendësimin e masës, në cilën do nga masat alternative që parashihen në një shtatim, qoftë të rresi shtëpiak, se të paktën tim mësohet të mbrojtërin trajtimi adekuat mjekësor, qoftë përmes mjekësisë familjare, apo nevojës së trajtimit mjekësor për një spektër sëmundjesh që ka. Gjithashtu duke marrë parasysh edhe moshën. Nga ana tjetër, prokurori i Arasit Fatmire Casaj tha se kishte pranuar propozimin për negociata me 11 qershor, por theksoi se qëndrimi i prokurorisë nuk ka ndryshuar dhe se nuk ka pranuar asnjë kërkesë me shkrem nga mbrojtja. Është vërtet se në datën 11/6/2025, mbrojtësi Turbanderit, avokati Haxhi Millaku, ka qenë në syre. Dhe ka propozuar me që të arrihet një marrëveshje lidhur me këtë rast. Mirë po qëndrimi i prokurorisë ka qenë po i njëjti sikurse në marrëveshjen e parë, në takimin e parë për revizimin e marrëveshjes së prokurorisë. Megjithatë,
përgatitur që në shkret ta dorëzon kërkesën për takim për negociim të marrëveshjes në tanimin e pajisisë. Pavarësisht prej qëllave, unë e kam pritur që do ta dorëzoj kërkesën dhe do të shohim mundësitë cilat janë. Mirë po, unë deri më tani nuk kam pranuar në shkret asnjë kërkesë. Avokati të dëmtuarës Fiti Muka u shpreh se ishte njoftuar në këtë seancë për herë të parë për iniciativën për marrëveshje, duke shtuar se pala që përfaqëson nuk është kundër një zgjidhjeje të tillë. Tani njoftuar edhe për takimin mes bësit të akuzuar dhe prokurorës, si dhe për kërkesën që të negociohet të tanimin e pajisisë. Kjo është një drejtë që i garantohet në ligj, kështu që nuk kemi kundër që procesuar tutje nëse veç ka interes që këtë që të zhjith në marrëveshje. Trupi gjykues mori vendim për shtyrjen e shqyrtimit gjyqësor në një datë tjetër. Gjatë seancës ka pasur momente tensionuese ku viktima është përplasur me avokatin e të dyshuarit. A ditë kur u komutra jam këto në seancë, ko drejt familja jam, që kur familja ti ka ardhë. Kanë qëtë gjendë të familja e burët soj, se u komutra jam në seancë, ty një ardhë mërzi. Shdo 4 ditë, ty qëtë gjendën, ty ma lypë numër në telefonit. S'di që e duhet ty në numër në telefonit ta. Ka tërgu të gjoni micës tem, 4 herë i kanë shku të zyra, shëshnia ti, i kanë thonë ana numrin e tem. Gjoni micës tem i ka thonë asje kun popej se blakos ka thonë, nuk po dani me në dhonë, gjithë qysh me në gjithë numër e sot. S'di që ju duhet numri i këty në numri jam. Qka ka në punë të mënë? Kështë të rejë njoftojnë unë se Rehanës klientit tim nuk ka sepse unë e numrin e shërifës personal të saj e pa. Dhe kjo din shumë mirë, sepse unë e po përfaqësu Idriz Alin që 20 vje. Edhe e kam numrin e Ja saj. se ki numër të. Ja e kam unë zoj e din ti. Numër të tam, numër të tam, ku pekisën e kam numër të rinjë, ku peki numërin ato ma për drejtësi, po m'ja shumë ketë, edhe që që po tham. Dhe të jetë që kje e se me komë, diçka më minë 2 djore kjo, ti ki me morë dhëmë të vërive. Se të për kriminalite i zhjë. O më e shërinë, këma, se një. Edhe din që e kam numrin ta. Edhe kam deklaratën tonë. Një shkenë. Ti një O shërife. qasi kriminalit e majtë si Po, një. mos e ke jetu me tonë, të në fetë. A njëre se e prunë kriminalit e në lakë. Asë një sonë të Zire rostet e mija, pe shukit ta në një sponsoremore, po dhe se qasë janë në më jetë, e vëmaj si ti qasë njëri po. Unë të shpotove, nuk shpot kam, nuk e përqenë vëzë. Avokati.